Dikush ka me thonë, hoqë përsat ka mjaftë libra, ka internet, e i shohin. Bereqeti i xhamis, rahmeti që Allah e shën me gjithë ilmit, nuk mund është me gjithë e shpia jote kër e këshirë dresin në internet. Nuk është njësoj. Rahmeti dhe bereqeti dhe melaqet janë që këtu. Të shpia jote kër t'i ngundesin nuk janë aty. Andë mjafton kjo për me qenë argument që ti dush me konë xhami. Edhe kështu na mu lidh, daveti jonë, aktiviteti jonë mu lidh me xhamijat tonë. Na këtu e fillojmë punën, edhe këtu e mbarojmë punën bi idhnillah. Këtu e fillojmë thirrjen në Islam dhe përhapjen e fesë, dhe këtu e përfundojmë thirrjen në Islam edhe përhapjen e fesë me lejen dhe ndihmën e Allahut. Andaj, i nis me shku në xhami, thirrë shokun tan në telefon. Çoj një SMS, çoj një letër në Facebook, shkova unë në xhami apo vjen. Takojmë në xhami, se edhe namazin e fal me xhamat, edhe bën dhikr, edhe shef shok, jep selam, edhe ngon ders, shumë dobi ka aty.